Çfarë mendoni për atë që le porosi që kur të vdes të varroset në filan vend? A duhet të realizohet kjo porosi? Nëse varrosja e filanit nuk ka kundërshtim me rregullat fetare dhe është mundësisht e realizuar, për shembull afër, atëherë duhet të çohet në vend ky amanet dhe kjo porosi. Nëse është kundërshtim me rregullat fetare dhe është vështirësi fizike, ekonomike, hapësinore, atëherë nuk ke përgjegjësi nëse nuk e çon në vend këtë amanet. Për shembull, amanetin që e lën zakonisht ata që jetojnë në gurbet për të varrosur në vendlindje. Kjo është harxhim ekonomik, është vështirësi, domethënë është vonim i varrimit, andaj shumica ulema thonë që njeriu varroset ku jeton. Dhe nuk ka nevojë tash edhe në Evropë, në shumicën e vendeve veç ka varreza muslimane, dhe nuk ka nevojë të bëhen ato harxhime për të bardh. Domthonë njeriu nga vendi ku jeton në vendlindjen e tij. Sepse fundi nëse ai don me vdek në vendlindje, le të kthehet në vendlindje, të jeton në vendlindje. Nëse ka baktis vendlindjen për presione politike, tani ka liri, le të kthehet. Nëse ka baktis për çështje ekonomike, atëherë sa ja vlen ai që ta ketë aq gale ku do të varroset. Po sidoqoftë fetarisht është mirë që njeriu ku jeton të vdes, përpos nëse domthon ka presione turistike dhe për shkaqe domthon objektiva është largu nga vendi i tij dhe tani nuk ka mujt të kthehet, e do të kthehet nuk prish punë. Mirë, po përgjithësi do të them se nuk duhet njeriu në amanetet e veta për varrosje të krijon vështirësi ekonomike apo fizike apo hapësinore apo kohore, por le të jetë domethënë më modest në kërkesat e tij që mos të ngarkon pasasin e vet me gjëra që ndoshta nuk mund t'i bërë ai.